Drejtoria e vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Shkodër është renditur e dyta në shkallë vendi për numrin e vendimeve të legalizimeve të miratuara gjatë vitit 2026. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 5 muajt e parë të vitit janë miratuar 1294 vendime legalizimi, një rezultat që sipas këtij institucioni përbën nivelin më të lartë të arritur ndonjëherë në qarkun e Shkodrës, që prej nisjes së procesit të legalizimeve në vitin 2006. Drejtues të këtij institucioni shpreh se përshpejtimi i shqyrtimit të dosjeve të mbartura ndër vite ka qenë në fokus me synimin për të dhënë zgjidhje përfundimtare mirëra qytetarëve që presin formalizimin e pronave të tyre. Procesi po zhvillohet njëkohësisht në të 5 bashkitë të qarkut Shkodër. Për Bashkinë Shkodër, fokusi gjatë 2 muajve të ardhshëm do të jetë përmbyllja e procedurave në njësitë administrative Ana e Malit, Dajq dhe Rrethina, të cilat janë përcaktuar si zona prioritare. Ndërkohë Bashkia Fusharës po i afrohet përfundimit të plotë të procesit të legalizimit, duke mbyllur një pjesë të konsiderueshme të dosjeve të trashëguara prej vitesh. Drejtoria vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës bën të ditur se paralelisht me legalizimet, po vjen edhe procesi pajisjes me titull të pronësisë për kullat e vjetra të qarkut si dhe për objektet e ndërtuara përpara vitit 1991. Ky proces pritet të zgjidhë përfundimisht çështjen e pronësisë për një numër të madh familjesh. Një tjetër element i rëndësishëm sipas kësaj zyre është edhe komunikimi elektronik me qytetarët. Vendimet e legalizimeve tashmë po dërgohen aplikantëve përmes platformës e-Albania, duke renditur procedurat administrative dhe duke rritur transparencën në ofrimin e shërbimeve. Megjithatë, institucionet hasin ende vështirësi në kontaktimin e disa aplikimeve, pasi një pjesë e tyre nuk përdorin më numrat e telefonit të regjistruar vite më parë në dosje. Për këtë arsye, qytetarëve u kërkohet të përgjithësojnë të dhënat e kontaktit në mënyrë që procesi i verifikimeve në terren të mos përballet me vonesa. Kadastra në Shkodër gjithashtu bën të ditur se është duke synuar mbylljen sa më shpejt të procesit të legalizimeve në qarkun Shkodër dhe garantimin e sigurisë juridike për pronat e qytetarëve.